Dy familje në zonën e Dibrës janë prekur nga sëmundja e brucelozës, një sëmundje infektive ngjitëse që transmetohet nga kafshët tek njerëzit nëpërmjet konsumit të qumshtit të pasterilizuar apo mishit të papërpunuar. Autoritetet konfirmojnë se familjet e prekura nga bruceloza janë të njësive administrative të Kastriotit dhe Muhurrit. Menjëherë është bërë izolimi i familjeve të infektuara, ndërsa janë asgjësuar të gjitha kafshët që ato dispononin. Prefekti i qarkut Dibër, Nexhbedin Shehu, kërkoi për se situata është nën kontroll dhe nuk paraqet rrezik, ndërsa i bëri thirrje banorëve që të mos neglizhojnë asnjë shenjë të kësaj sëmundjeje ngjitëse. Janë 3 vetë të infektuar me brucelozë, janë bërë ekzaminimet përkatëse, janë eliminuar baktit e konstatuara. Problemi është se brucelozën e kap tek qytetarët mbasi e ka infeksionin baktia. Janë bërë dezinfektimet, janë bërë analizat. Ata që jenë me brucelozë, jo vetëm familjet, por njerëz të afërt që kanë pas kontakte, është bërë ekzaminimi plot, edhe po kurohen njerëzit që janë me brucelozë, për fat keq kurimi zgjat. Rastet e infektimit me sëmundjen e brucelozës vijnë pa kohë pas shfaqjes së murtajës së dhive në zona të ndryshme të vendit, ku 10 bakti ngordhën dhe qindra të tjera u shfarosën për të parandaluar përhapjen e virusit. Për shkak të shfaqjes së murtajës së dhive, në të gjithë vendin është ndaluar lëvizja dhe tregtimi i bagëtive të imta.